A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Më shefamdojmë Zotin subhanahu wa taala, që Allah na ka mësuar të themi fjalët e Allah subhanahu wa taala e përmendëm dje për vlerën që ka me lexu Kur'an. Ka ajete dhe hadithe për vlerën e leximit të Kur'anit. Por pasi që leximi i Kur'anit është ibadet, e çdo ibadet duhet të bëhet për hir të Allahut. Pa dush me leximi i Kur'anit dush me kon vetëm për Allah. Nëse lexon për lavdrata, nëse lavdron e lexon për me nxjerr kryet vendit, me thonë njerëzit bravo, nuk është qëllimi për Allah, atëherë çka ndodhen? Jo që nuk merr sevape, por edhe dënohesh te Zoti subhanahu wa taala. Pse leximin e Kur'anit nuk e ke bëhe vetëm për hir të Allahut. Do ta përmend një hadith interesant. A e dini se me çka do të hapet zjarmi i xhenemit? Do të hapet zjarmi i xhenemit me 3 personat më të mirë në fytyrën e tokës. Me shahidin, me atë që ka shpenzu, ka dhënë shumë sadaka, edhe i treti ka mu hap zjarmi i xhenemit me dietarin dhe lexuesin e Kur'anit. Përmendën këto njerëz janë më të mirë në fytyrën e tokës. Po pse ka mu hap xhenemi me këta 3 njerëz? Për shkak që ju ka mungu një jetë i pastër. I kanë bërë ibadetet vetëm për lavdrata. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith, inna awwalun nasu yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun istushhid. I parë personi i parë që do të mirët në gjykim do të jetë shahidi. Vazhdon hadithi është i gjatë, po do të ndonë te personi i dytë. Thotë për nësam, wa rajulun ta'allama al-ilma, personi i dytë, një person i cili ka marrë dije, wa 'allamahu, e ka marrë dijen fillimisht dhe ka mësuar të tjerëve. Wa qara'a al-Qur'an, ka lexuar Kur'an. Po çka ndodh? Fa utiya bih. Ky person ka marrë ditën e Kiametit. Fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Zoti ka më thonë o person, atë kujton këto begati që ti më dhon në dynjë. Edhe ka më thonë fa 'arafaha. Thot po Zot i di, ma ke dhon këtë begati, e këtë begati e shumë begati tjera. Qale fama amilta fiha. E çka kivo për Zotin në dynjë? Ka më thonën qale ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu. O Zot, unë kam marrë dije dhe i kam mësuar të tjerët. E kam shpërndarë dijen. Wa qara'tu al-Qur'ana fika. Dhe o Zot, unë kam lexuar Kur'an për hatrin tënd. Çka kam i thon Zoti? Qale kadhabt. Je duke rrejt. Nuk është e vërtetë që ti ke marrë dije për Allah. As nuk është e vërtetë që ti va ke mësuar njerëzve tjerë dijen për Allah. As nuk është e vërtetë se ti ke lexuar Kur'an për hir të Allahut. Walakin ta'allamta al-ilma li yuqala 'alim. Por ti ke marrë dije që më thon njerëzit dietar. Wa qara'ta al-Qur'ana li yuqala qari'. Edhe ki lexuar Kur'an që më thon njerëzit, mashallah filoni lexuesi i Kur'anit. Nuk e shton musafin për dore. Nëse ka një jetë të këqija, çfarë ndodh me këtë person? Ka thonë pejgamberi selam, ky person fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi an-nar. Ky person do të mirret zhak me fytyrë edhe do të hudhet në xhehenem. Para më lexuesi i Kur'anit. Para më do të thonë dietari, por i ka munguar jeti. Ashtu është edhe me shahidin, ashtu është edhe me atë që ka shpenzuar për hir të Allahut. E xhehenemi, thotë Abu Huraira, i ka thënë pejgamberi Abu Hurairas, ja Abu Huraira, ulaika thalathata awwalu khalqi Allah tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah. Ka thënë në fund Abu Hurairas, o Abu Huraira, këta janë ata 3 personat që ka me fillu mundes zjarmi i xhehenemit. E ku është domi se këta ka bërë vepra të mira, por më thonë ju ka mungue niyeti. Kjo është një hadith që flet për rëndësinë që ka niyeti në leximin e Kuranit. Një hadith tjetër për asë ka thonën, inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi al-akharin. Allah me këtë libër i ngrit disa popuj dhe i ul disa të tjerë. Çish ndodh me Kur'an njëri më ul, me ra poshtë, për shkak që i ka munguar niyeti.
e ka ditë Kur'anin, po s'ka punu me Kur'an. E thot pejgamberi sallallahu disa njerëz me Kur'an ngritën, e disa të tjerë bin poshtë. Allah i na rujt. Sa sende ne i dimi nga Kur'ani, por nuk veprojmë. Sa njerëz e dinë që namazi janë fars, por s'falet. A i ban dobi këtë dituri? Nuk i ban dobi. Asi, më thonë, dia, nëse nuk praktikohet, nëse nuk nxjerrët në praktik, më thonë, ajo mund me pas edhe dëm në ditën e Kiametit. Kishte hadithi i dytë. Hadithi i tretë, ka thonë pejgamberi el-Qur'anu hujjatun laka aw alik. Kur'ani mund me qenë argument për ty dhe kundra teje. Ne e dinë Kur'ani është argument për neve. E përmendëm dje, Kur'ani është shefat ditën e Kiametit. Por mund me ardhë Kur'ani ditën e Kiametit me kon kundra nesh. Ka me thonë Kur'ani, o Zot, ki ka lexu Kur'an, ki ka mësu Kur'an, e ka ditë vërtetën, por nuk ka punu me Kur'an. Gjithashtu më thonë, ta përmirësojmë niyetin gjatë leximit të Kur'anit. Mos lavdërohemi ku mbo çka hatme, e po lexoj çka shumë, e di çka tepër, e ku lexoj çka libra, nëse ka kësi qëllime të këqija, më thonë dituria bëhet kundra te ditën e Kiametit. Andaj kemi kujdes. Gjithashtu ka thonë dietarët, leximi i Kur'anit është ibadet, edhe ky ibadet me kon për hir të Allahut. Kjo e para. E dyta, a duhet para se me nis leximi i Kur'anit me bën niyet? Sikur kur himi namaz, e bën niyet me fal ikindien, e bën niyet me fal drekën. A kërkohet te leximi i Kur'anit me bën niyetin? Kanë thonë dietar nuk ka nevojë. Se në vetë është ibadet. S'ka nevojë mundon, sikur te namazi, edhe te agjërimi, edhe te ibadet e tjera me bën niyet. Se në vetë është ibadet. Edhe nuk ka nevojë para se me fillu me bën niyetin. Gjithashtu edhe dhikri. Kur përmendën Zotin, kur themi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A ka nevojë me bën niyet? S'ka nevojë. Ashtu është edhe leximi i Kur'anit, nuk ka nevojë me bën. Por nëse prishet niyeti, atëherë është e keqja. Këta si kanë thonë dietar, duhet shpesh me ripërtri niyetin gjatë leximit të Kur'anit. Me shiku veten, me kontrollu veten, me pa pse lexon Kur'an. Ai të lexoj për hir të Allahut apo ke qëllime të tjera. Edhe meselën fond desha me përmendën, apo me lexu Kur'anin me shumë niyete, e kam për Allah, e kam për bereqet, e kam për sevap, e kam me nijet të vdekurve me shku sevapi, me shumë niyete, apo me lexu Kur'anin, mundet më lexu. Ne e lexojmë një gjuz të Kur'anit, mundet si me kanë këtë gjuz i Kur'anit edhe për veti, edhe bereqet, edhe Allah me na udhëzu neve, por me kanë edhe me nijet, Zoti me na shërue, nëse je sëmur, Kur'ani është shifa, në formë inshallah më andej, e ban me nijet leximin me shumë niyete. Mundet, dietar kanë thonën, një lexim i Kur'anit mundet me kanë me shumë niyete. Edhe për çdo nijet ish përblehesh. Edhe është mirë ta bëjnë nijet gjatë leximit të Kur'anit, ti kemi shumë niyete. Kur lexon Kur'an, bën nijet Allahu me të udhëzu. Bën nijet Allahu me të rujt. Bën nijet Allahu me dhon bereqet. Bën nijet Allahu me dhonën sevape. Për çdo shkronjë. Bën nijet me marr dituri. Bën nijet me dhon që me vepru me Kur'an. E kështu me radhë. Pra këtë është një mesele, pra më kemi kujdes, më thonë xhehenemi hapet me këta tre njerëz. Allah na rujt, e Zoti na përmirësoft niyetin të bëna gjitha veprat tona për hir të Allahut subhanahu wa taala wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.